Kosova ka humbur miliona euro fonde nga Bashkimi Evropian si pasojë mungesës së institucioneve funksionale për më shumë se një vit. Këto mjete të cilat kanë qenë të dedikuara kryesisht për sektorin infrastrukturës dhe sektorin privat, nuk janë përfituar, duke shkaktuar pasoja të drejtpërdrejta në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas njohësit të çështjeve ekonomike Jakub Bellaça, sektorët më të dëmtuar nga kjo situatë janë pikërisht infrastruktura dhe sektori privat, të cilët konsiderohen shtylla kryesore të zhvillimit ekonomik. Këto mjete kanë qenë të dedikuar për sektorin e infrastrukturor, do të thënë për infrastrukturës gjithashtu edhe për sektorin private. Në këtë raste këta dy sektorë kanë pësu humbje, dhe më thënë që janë dëmtuar më shumë të që në sektorin privat kanë ndikuar që ka më pak konkurrueshmëri, dhe më thënë në sektorin privat për arsye sepse nuk janë përfituar këto mjete, gjithashtu edhe projektet infrastrukturore janë më të pakta për arsye se nuk janë përfituar këto mjete. Andaj do duhet që në këtë rast nga institucionet ndërkombëtare, dhe më thënë Komisionet Evropiane, është kriju një bindje dhe krijohet bindja që mosbesimi sepse nuk ka institucione, ka mungesë kapaciteteve institucionale. Në momentin kur ka mungesë kapaciteteve institucionale, edhe kushtet ligjore dhe procedurat ligjore për mi përfitu Kosova këto mjete nuk ka mundësi. Bellaça thekson se nga këto vonesa dëmtohet drejtpërdrejt ekonomia e vendit, pasi sektori privat është motori kryesor i rritjes ekonomike. Nga këto vonesa ekonomia e vendit dëmtohet për arsye sepse në aspektin e investimit, dhe me thënë, sidomos sektorin privat, sepse sektori privat është motori i zhvillimit ekonomik, nga sektori privat varet rritja ekonomike, mirëqenia ekonomike, varet buxheti i Kosovës, dëmtohet edhe sektori privat, gjithashtu edhe buxheti i Kosovës. Në momentin kur dëmtohet buxheti i Kosovës, sigurisht që si shërbime civile, si gjithashtu kategoritë pensionale, kategoritë me mbështetje sociale, gjithë sektori privat dëmtohet realisht sepse nuk i përfiton këto mjete, se këto mjete e kishin fuqizuar, i kishin dhënë potencial një zhvillim më të hapshëm në ekonomisë Kosovës. Mes tjerash, Bellaça tregon nëse do të ketë afat të fundit për përfitimin e këtyre fondeve. Realisht ndihma e Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian është e caktuar për çdo vit, për çdo vend, mirë po sepse ato kanë qëllimin që sepse Kosova i ka disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat është nënshkruar si marrëveshjet rajonale, CEFTA gjithashtu dhe procesin e rritjes që është domethënë procesi të Berlinit në nivelin evropian, andaj kështu që ato i kanë parapor për çdo vit që të ketë mbështetje dhe ndihmë dhe kredinë, kështu që në momentin që themelohen institucionet, thjesht krijohen kapacitetet institucionale edhe krijohet siguria që të investohet dhe të mbështetet. Humbja fondeve evropiane për shkak të mungesës së institucioneve po i kushton Kosovës miliona euro dhe po ngadalëson seriozisht zhvillimin ekonomik të vendit.